U rikthyem sërish në studio dhe tani gati të prezantojmë edhe mysafiren e parë. Kemi kënaqësinë që të flasim për promovimin e këngës Fjalët e fundit, një këngë që është dedikim për personat e zhdukur të luftës së fundit në Kosovë, një dedikim i këngëtarës Hajrije Preniçi dhe bashkëpunëtorëve të saj, të cilët do t'i zbulojmë përmes intervistës. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni pjesë e Pazitës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përndirë shumë, zënja Preniçi, për ardhin e juaj edhe për kohën. Besoj që asnjëherë nuk është pak me u këndu të zhdukurve, këtë rast martyrëve, dëshmorëve që kanë dhënë shumë për vendin edhe për lirinë që ne sot e gëzojmë. Por qysh ishte ideja fillimisht për me realizu një këngë tillë, lidhet me familjen prej nga veni, keni një këngë të zhdukur apo thjesht që dasht me u këndu gjitha familjeve për me i kujtu ma të dashurit e tyre? Atëre po filloj me idenë, që ka fillu ideja për këtë këngë. Lumnie Klinaku, shkrimtare, edhe bashkëvendase ma ka ofru tekstin, edhe kur e kom po, ka mendu kjo do të me u bo këngë, se ka pas shumë dhimbje në te, edhe aty ka fillu ideja. Për ndryshe të zhdukur unë nuk kam, po i kam të vrarë djalin e migjes dhe djalin e Allën. Është padyshim dhimbje që e vuajmë të gjithë, dikush më shumë e dikush më pak, megjithatë ashtu siç tha Edi, gjithmonë ka hapësirë dhe gjithmonë është mirë që të kujtohen në çfarë do lloj forme, edhe siç është rasti i juaj që erdhet me një këngë. Ndërkaq që si ishte ai momenti kur ju propozu me këndu një këngë të kësaj natyre, sepse e marrë me mend që duhet jetë goxha dhe përgjegjësi, apo jo? Sigurisht. Kur e mora tekstin, e pash që ka shumë dhimbje në te, por kur fillova u realizu muzika dhe fillova me këndu vetë, atëherë ka qenë vështirësia shumë e madhe. Gjatë gjithë ushtrimeve, ajo ka pas veç vaj edhe lot. Ditën e fundit veç ka shku mirë, për fatë, se ka qenë shumë e vështirë. Pas shumë emocione brenda. Mirë, sa jemi të teksti, kush e ka realizu, edhe se besoj që e përmendet vetë që është një përgjegjësi shumë e madhe kur të realizon këso lloj këngë, pasi që besoj që e ka një dimension pak ma gjerë. Kush e ka realizu tekstin, kush e ka shkruar? Tekstin e ka realizu tash edhe më herët Lumnie Klinaku, shkrimtare, cila është edhe bashkëvendase e emja. Keni kombinu së bashku ato mendimet, apo thjesht ka qenë një Jo, teksti? teksti ka qenë krejt i saj. Mirë. Interpretim. Ku te videoklipi kisha dashur me u ndalë, ne do të kemi mundësi që ta shohim pas pak, ta dëgjojmë edhe këngën, por përpara se ta shohim, ajo që ka pam është pjesëmarrja në këtë videoklip e një prej simboleve të luftës, që është Nëna Ferdonia, e cila besoj që e ka mirëprit të këngë, duke qenë se është pak a shumë një bashkëndjenjë e dhimbjes së saj. Ne dim se dhimbja e saj nuk mund të përshkruhet, po e falenderojmë shumë që ka hapë zemrën edhe ka disht me nanimu, i ka hapë dyrt për me realizu këtë projekt për gjeneratat e reja që vinë me pa sa dhimbje ka brenda sajnë. Zënja Preniçi, unë kisha përpozu që me dëgju edhe me pa klipin që u kushtohet pra të zhdukurve, promovimi këngës Fjalët e fundit. Kishim shku e kishim pa, më pastaj kthehemi, flasim pak edhe për videoklipin, po edhe për bashkëpunëtorët që keni punu bashkë. Se më janë afru e ditët, bir jam tu e po.
shkëputun, ele ata që të morën, po këta që s'të gjetën. Nuk e di që shtrohen sofër, qysh e gëzojnë jetën. Ato këmisha të bardha, kollarë të përvyn, mos u gjeqin kun do birë, pa u gjet trupi ynë. Edhe i herë më falë o birë, për këto fjalë të rana, por këto janë fjalët e fundit që i thanë shumë nana. 20 vjet t'u bon, e donë me u bo 30. Bira je babur, a fmi ke mbet, nana është tu ikun me zemër të plas. S'dija me u lut të qetra, s'dija me u lut më ardh, më ardh. Kemi pasur mundësi që ta shohim premier televizive këngën Fjalët e fundit e artistës Hajrie Preniçi, e cila gjithkohë ka përcjellë me emocion komplimentet e tona për këtë projekt, një thoj sikurse edhe për gjithë bashkëpunëtorët të cilët kanë bërë një punë të mrekullueshme brenda këtij projekti. Po ndalim pikërisht tek emocionet, pavarësisht se e ke dëgjuar disa herë, por që po e përjetoje edhe një herë derisa po e shenim. Sigurisht, ende, po e dëgjoj rregullisht edhe ende kam shumë emocione, ende është e freskët. Jeni brenda natyrës që ju interpretoni, do thotë. Ju vazhdimisht keni sjell këngë për publikun që janë të kësaj natyre, pra këngë patriotike, këngë të cilat flasin për të kaluarën, për historinë tonë. Kryesisht folklorin patriotik, kam edhe një këngë për shtëpinë time kur jam kthy për herë të parë prej gurbetit. Zakonisht ndjenjat dhe emocionet e mia i shfaqen këngë. Se kthehemi edhe një herë te kënga, Zonja Preniçi, e pam videoklipin, ishte me vërtet pleks, po Zonja Vardoni e cila ishte në shtëpinë e saj, sa e kuptuam nga pamjet, ishte emocionuese gjithë materiali për me realizu, edhe besoj që sado që e përmendëm sado që vitet po shkojnë gjithmonë kujtimet për të dashurit tonë, vinë edhe bënë më të mëdha dhe rritë. Vërtet. Ka pas shumë emocion. Nuk përshkruhet me fjalë, nuk muj me tregu çfarë ndjenja. Çfarë ishin komentet e nanës Verdonie? Edhe për t'u bërë pjesë e këtij projekti edhe për këngën edhe. Nana Verdonie këtë projekt edhe këtë ide e ka marrë si shumë të mirë edhe të madhe, diçka shumë të vlefshme, po ajo flet shumë pak. Shumë pak. Fjalët e saj më janë ka fjalë të pakta, po i ka me peshë padyshim, sepse dhimbja në cilën po jeton tash sa vite është padyshim shumë e madhe dhe shfaqson në atë vedet, në atë shtëpi që tashmë është shtëpi muze. Ndërkaq që doja të flisnim pak edhe për aktivitetin e juaj në Holand, ku ju jetoni, ju jeni bashkë me komunitetin shqiptar atje, dhe nëse mundeni me na zbulu diçka rreth përditshmërisë juaj atje. Po, përditshmëria ime atje, jam me familje, bashkëshortin, kam 4 fëmijë, tash edhe 2 nipa. I keni me jetë gjatë. Faleminderit shumë. Edhe e keni një shoqat nëse nuk apo i po? Kam një shoqat e cila është e femrave. Me çfarë merreni? Bëjmë dobime të ndryshme, festa. E kujtoni edhe pjesën prej nga veni, besoj se kjo është edhe qëllimi, apo jo? Sigurisht. Mirë, cilat janë, besoj, pas kësaj kënge, do keni edhe plane tjera edhe e përmendet edhe me shoqatën, po e përmendet edhe një këngë që
më herët që keni bërë kështu për shtëpinë, po edhe të tjerat që vazhdimisht punoni, cilat janë planet e juaja tashmë pas këtij projekti. Pas këtij projekti vazhdoj me këngë patriotike, besnik asaj, dhe ndërkohë nëse më ofrohet diçka kështu që mua më prek për vendin, ku jam rritë dhe kam shumë mall për të, e pranoj. Gjithmonë kur ka ndonjë kujtim me njerë, e transmetoni te kënga, kështu të gjithë emocionit. Kur unë lexoj si tekst, ai veç bëhet këngë në Është tekstit edhe muzika vërtet ishte shumë e bukur, për çka padyshim falënderimet i shkojnë në Hisni Klinoaku Tapio, që po e përshëndesim edhe prej studios e tonë. përshëndes edhe që më shumë. Të e gjitha ka komplimentu. realizimet e muzikës i bëjt ai, por kjo Është e ka veçantë. shumë diçka e veçantë. Shumë e veçantë. Mirë, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Shumë suksese dhe të presim përsëri me projektet e radhës. Faleminderit edhe për juve. Që faleminderit shumë. Do të kemi mundësi që të shkojmë në klinikën e onkologjisë në qendrën klinikë universitare